Përshëndetje të dashur nxënës. Vazhdojmë me mësimin e radhës. Sot kemi në gjuhë temën kallëzuesi folor i thjeshtë dhe i përbërë. Në fillim do përsërisim, do rikujtojmë klasat e fjalëve. Do listojmë klasat e fjalëve, do përcaktojmë llojet e klasave të fjalëve, duke ilustruar me anë të shembujve. Pastaj do dallojmë kallëzuesin në fjali, duke bërë pyetjet, ç'bën, ç'bëjnë, ç'bëri. Do dallojmë llojet e kallëzuesit folor të thjeshtë të përbërë. Dhe në fund fare, do ndërtojmë fjali duke përdorur kallëzuesin folor. Çfarë metodash do përdorim sot? Do përdorim tabelën e koncepteve, punën e pavarur, gjithashtu do i japim një punë në 2 grupe për të ndërtuar fjali të ndryshme. Fjalët kyçe për sot janë kallëzuesi folor, i thjesht, i përbër, grupet e domosdoshme, bërthama e tjerë. Nga do i marrim pra gjitha këto njohuri, burimet janë nga libri i gjuhës shqipe, klasa e 7, gjithashtu do përdorim fletën për vlerësimin e kompetencave. Lidhja me fushat e tjera është letërsia, gjithashtu ajo që është e domosdoshmja sot është interneti. Vazhdojmë si që thamë, do përsërisim, pra do themi se cilat janë klasat e fjalëve. Do t'i listojmë ato në të ndryshueshme dhe të pandryshueshme. Këtu më poshtë kam bërë një tabel, kam vendosur klasat e fjalëve dhe do t'i shikojmë pra me radhë. Klasat e fjalëve, thamë që i kemi të ndryshueshme, të cilat janë emri, mbiemri, folja, për emri, numrori. Dhe klasat e pandryshueshme janë ndajfolja, lidhsa, parafjala, pjesëza dhe pastirma. Ç'është folja? Veçoritë gramatikore të foljes, me çfarë pyetje e gjejmë? Pra ju do i përgjigjeni kësaj pyetje në detyrat e ardhshme. Duke bërë një tabel dhe do na pasqyroni të gjitha veçoritë gramatikore të foljes. Më poshtë, thamë që do ndaheni në 2 grupe. Në grupin e parë do jetë fjala mami do përdoret, pra do bëjmë një tabel, mund ta bëni në formën e një luleje, në një tabakat të bardhë pra. Dhe aty do të vendosni pra folje të ndryshme. Unë kam përdorur fjalën mami dhe e kam dhënë disa folje. Mami mëson, mami shkruan, mami drejton, mami shëtit, mami shtron, mami lan, mami punon, mami këndon, mami lexon, mami bën pra të gjitha, bën shumë gjëra. Atëherë çfarë bën mami? Bën shumë veprime. Dhe folja çfarë bëka? Çfarë tregon? Pra tregon një veprim. Një veprim të kujt? Të mamit, po mami çfarë është? Në këtë rast fjala mami është krye fjalë. Grupi tjetër pra do përdore një tabel tjetër duke përdor fjalën ruaj. Pse e morëm këtë folje? Foljen ruaj sepse jemi në një situatë të vështirë pra dhe ne duhet patjetër të kujdesemi për veten. E plotsojmë foljen ruaj? Ruaj veten, ruaj mamin, ruaj babin, ruaj jetën, ruaj shokun, ruaj motrën, ruaj të gjithë pra. Çfarë bëm? Plotsuam foljen ruaj, pra bëm grupe të ndryshme. Formuam fjali. Edhe një herë pra do të plotsojmë në shtëpi. Me ç'pyetje gjendet kryefjala, kallëzuesi, me se shprehen ato, cili është rendi i tyre në fjali dhe sa llojesh është kallëzuesi. Kallëzuesi është gjymtyrë kryesore e fjalisë që tregon një veprim apo një gjendje të kryefjalës. Sa llojesh i kemi kallëzuesit? Kallëzuesit i kemi emëror dhe folor. Si formohet kallëzuesi emëror? Kallëzuesi emëror formohet nga folja jam plus një emër. Folja jam plus një mbiemër, folja jam plus një përemër, folja jam plus një grup emëror.
Dhe kallëzuesin folor e kemi të thjeshtë dhe të përbërë. Kalojmë te kallëzuesi folor i thjeshtë. Ky kallëzues ka një përdorim më të gjerë, ai shprehet me forma folore të ndryshme. Shikojmë disa shembuj. Kemi foljen flas. Kush po flet? Nuk kam folur me asnjëri. Sa bukur folke. Kush ka për të folur tani? Desh foli. Fol shqip. Tani jam duke folur në telefon. Si kur të flisja gjuhë të huaja. Mos flisni me zë të lartë. Po kallëzuesi folor i përbër, nga sa folje formohet pra. Po kallëzuesi folor i përbër, nga sa folje formohet. Kallëzuesi folor i thjesht formohej nga një folje pra, e cila shpreh me formën folore të ndryshme. Ndërsa kallëzuesi folor i përbër formohet nga dy folje, ku pjesa e parë e foljes shpreh një mënyrë veprimi, kurse pjesa e dytë luan rolin kryesor kuptimor. Ai formohet nga një folje gjysmëndimse plus folja e mënyrës lidhore. Pra, nga dy folje, ku pjesa e parë shpreh fillimin, vazhdimin dhe mbarimin e veprimit, nisi të këndoj, vazhdoi të qaj, mbaroi së shkruari. Dhe foljet gjysmëndimse duhet mundo që shpreh domosdoshmërinë e veprimit, mundësinë e veprimit, duhet ta kërkoj, mund të vi. Kallëzuesi mund të shprehet edhe me një formë folore të pashtjelluar, ku i përgjigjet një kryefjalë. Askush nuk ngrihej pa folur. Me të folur, ai salla u boshatis. Kallëzuesi a ka lidhje me grupet e domosdoshme? Që do ta shikojmë pra rast pas rasti. Kallëzuesit duhet kemi parasysh që kërkojnë një apo disa fjalë të tjera në mënyrë që fjalia të qëndrojë. Këto fjali janë të formuara pra nga kallëzuesi, kryefjala, gjymtyrët e tjera të dyta pra. Do shikojmë gjymtyrët e tjera të dyta, cilat janë të domosdoshëm dhe cilat nuk janë të domosdoshëm. Kallëzues që kërkojnë kryefjalë dhe kundrinor. Marrim një shembull. Vajza fiku. A është një fjali e plot? Shikojmë që kjo është një fjali e pa plot. Kryefjala është vajza, kallëzuesi fiku. Atëherë vendosim pra një kundrinor. Vajza fiku dritën. Në këtë rast themi që dritën që kryen funksionin e kundrinorit të drejtë është i domosdoshëm. Në fjali dhe e plotëson fjalin. Vajza fiku dritën. Themi që kallëzuesi kërkon kryefjalë dhe kundrinor në këtë rast. Foljet si takoj, përshëndes, pyes, duroj, kur përdorën në fjali si kallëzues, e kanë të domosdoshëm kundrinorin. Kallëzues që kërkojnë kryefjalë dhe nuk marrin kundrinor. Kemi disa grupe kallëzuesish, e kanë të domosdoshëm edhe kryefjalën edhe kundrinorin. Por në rastin tonë, nuk e kanë të domosdoshëm kundrinorin. Marrim një shembull, zogjë sicerojnë. Çfarë? Një këngë. Peshqit notojnë. Ku? Ose çfarë? Detin. A plotësohet po t'i shtojnë këto fjalë? Jo. Pra, themi që këtu nuk plotësohet fjalia, sepse kallëzuesi kërkon kryefjalën, por nuk marrin kundrinor. Dhe themi, zogjë cicerojnë, dhe kaq mjafton. Peshqit notojnë. Kemi kallëzues të tjerë që kërkojnë kryefjalën dhe kundrinorin. Kemi kallëzues të tjerë që kërkojnë kryefjalë dhe kundrinor të drejtë dhe kundrinor të zhdrejtë. Pra, kërkon kryefjalën, kundrinorin e drejtë, por edhe një kundrinor të zhdrejtë. Vajza i dhuroi lule. Kujt? Nënës. Së fundi do shikojmë disa kallëzues që nuk e pranojnë as kryefjalën, as kundrinorin. Pra nuk marrin as kryefjalë, as kundrinor. Këto kallëzues shprehen me folje pavetore, si beson, gjëmon,
betëtin dhe mund të qëndrojnë vetëm në fjali. Nuk mund t'i shtojnë as kryefjalë, as kundrinor. Vesa dhe son. Pra qëndron më vete, veson. Ashtu si në rastin e kallëzuesve të tjerë, mund të shtojnë rrethanor të ndryshëm. Herët në mëngjes, beson lëndinave, në male, gjemon shpesh në dimër e tjerë. Dhe më poshtë do shikojmë ushtrimet që janë në tekst. Ushtrimet janë nga 1 deri te 6. Ushtrimi 1. Do plotësojmë tabelën me gjymtyr të domosdoshëm, me kryefjalë, kallëzues, kundrinor të drejtë dhe kundrinor të shtrenjtë. Pra, të gjitha këto janë gjymtyr të domosdoshëm. Ushtrimi nëmër 2. Këtu ja dhënë disa fjali dhe ne do qarkojmë kallëzuesin e thjeshtë dhe do nënvizojmë kallëzuesit e përbërë. Ushtrimi nëmër 3. Kemi një tabelë me gjymtyr të domosdoshme dhe me gjymtyr jo të domosdoshme. Ju do t'i plotësoni pra. Në mëngjes, fëmijët përshëndetën nënën me dashuri. Janë dhënë disa kallëzues dhe ju do plotësoni me gjymtyr të tjera pra, me kryefjalë, me kundrinor të drejtë, me të shtrenjtë, gjithashtu dhe me rrethanor. Pra, duke përdor gjymtyr të domosdoshëm dhe gjymtyr të jo të domosdoshëm. Ushtrimi nëmër 4, do nënvizojmë kallëzuesit në fjalinë më poshtu dhe do tregojmë se cilët janë ato dhe llojet e tyre. Ushtrimi nëmër 5, kemi disa fjali ku janë dhënë kallëzuesit e thjeshtë dhe këto kallëzues të thjeshtë ne do t'i kthejmë në kallëzues të përbërë. E shikojmë një shembull. Lexoje librin. Kallëzuesi është lexoje, që është një kallëzues i thjeshtë dhe ne do ta kthejmë në një kallëzues të përbërë. Duhet ta lexosh librin. Pra kallëzuesi i përbërë është duhet ta lexosh. Fjalitë e tjera do t'i plotësoni vetë. Ushtrimi 6 do të jetë edhe detyrë shtëpie. Do thjeshtojmë fjalitë më poshtme, duke hequr fjalët që nuk janë të domosdoshëm. Dhe do shikojmë lidhjet që kanë ata me kallëzuesin. Ky ishte për sot mësimi. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të keni shëndet. Mirupafshim.